ditën e mësuesit edhe ditën e nënës. Mësuesit, për gjatë historisë sonë, ishin udhërrëfysit e mendjes dhe formuesit e shpirtit kombëtar. Ata u bën dritë në kollësire, ruajtën gjuhën, dijen dhe identitetin, kur gjithçka tjetër rrezikohej të zvejë. Ndërsa nënat shqiptare, me dashurinë e tyre të pamot dhe me forcën e heshtur të sakrificës, rreth mbi e bija me ideale të larta, duke mbajtur gjallë frymën e qëndresës dhe të lirisë. Sot, me dhimbje dhe krenari, i kujtojmë gjithë fëmijët e rënë gjatë luftës në Kosovë, që nuk arritën të përjetojnë plotësisht përqafimin e nënave të tyre dhe mësimet e mësuesve tyre. Ata mbetën ëndra të ndërprera në mes, buzëqeshje të ndalura padrejtësisht, i të pajetuar. Por pikërisht në këtë dhimbje lind përgjegjësia jonë si braziri. Ne jetojmë edhe për ta. Ne mësojmë dhe punojmë edhe në emër të tyre. Çdo arritje jona duhet të jetë vazhdim i ëndrave që atyre ju mohuan. Çdo sukses i brezit ton duhet të jetë dëshmi se sakrifica e tyre nuk ishte e kotë. Kështu kujtimi për ta nuk mbetet vetëm plagë në ndërgjegjen tonë, por shndrohet në zotim se liria e fituar me gjak do të mbushet me dije, me drejtësi dhe me dinjitet. Të dashur të praneshëm, një dietar i lartësisë është shprehur se kur uji bie në dhe, shndërrohet në baltë, ndërsa kur gjaku bie në dhe, shndërrohet në atë dhe. Në këtë thënie çndron e përmbledhur historia jonë. Atë dheu është i larë me gjakun e bijve dhe bijave më të mira të tij. Prandaj ai nuk është thjesht tokë, është amanet, është besë, është përgjegjësi brezash. Andaj sot dhe për herë, me mirënjohje të thellë, përulemi para gjithë atyre nënave, baballarëve, motrave dhe vëllezërve që ndër breza e ndër shekuj sakrifikuan gjithçka për të na lënë trashëgim lirinë dhe shtetin tonë. Lavdit përjetshme të rëndëve për lirinë, i paharuar qoftë kujtimi i tyre ndër breza. Lutem për paqe, qetësi dhe dashuri në